Hajde Zen. Çuçi, a je mirë? A je partiali? Mirëmëngjes Zeni. Zen, domethënë jemi këtë spontan, je këtu në mes. Me qëndrueshmëri je në mes. Zen, na jemi këtë spontan, domethënë jemi live tash për momentin. Jemi ka ndihmë, jemi ka shohim. Telefonin hiç mos e nal, mos ta ndin, thirr dikush që t'jena e kush përgjigju. Po pra. Veç bënja voice speak që me një. Mos më harro. Oj, mirë shumë. Veç nuk edhe çto vendos të më dëgju. Veç nuk duhet me harru një gjë. Kjo do ja kërkuj hiç. Çto pas nei të parëve. Zeni, a ke qenë më herët në studio? Jo, për herë të parë jam te studion e juaj, po më krijon. E nin vetëm bak. E nin tash dhe vetën. Po. Zeni mirë se erdhe. Faleminderit. Na dim që qosh herët, s'ka nevojë me të kërku falje, se zakonisht ju kërkojmë falje njerëz na fal që të çu herët. Çish po nihesh, çish po doket mas pak ambienti? Mirë, ambienti mirë. Si ekip ju një gjithë edhe për emisionet e juaja shka kom dëgju. Domethënë shkojmë për cjell, të gjitha i kënaqen. Mirë se erdhe. Gjanat mira. Edhe ti se dini kuriozitet. Ha? Zeni ka qenë mësuesi jam i parë i artit. Domethënë s'ka mujt. Nga edukimi i Zenit ka nis gjithë frymëzimi, edukimi dhe gjithçka deri këtu ku jemi, miqtë mi të dashur. Para më shkapën burrët. Imagjinoj. Pra, siç e dim Zeni, përveç që është një piktor, përveç që ka qenë edhe një drejtues i teatrit, përveç që ka qenë edhe një profesor, punon dhe në shkollë, shumë zok kemi fit në vesh. Okej, përveç që është edhe mësimdhënës, është edhe Zeni dhe kryetar i atë kështu të puna profesionale ta quaj domethënë kë pikturën, të cilën domethënë veç kam kualifikimin për atë punë. Po pikërisht. Jam si kryetari i shoqatës artistëve figurativ në Gjakov. Njëkohësisht jam edhe themeluesi i Asociacionit të Artistëve Vizual të Kosovës dhe antar në asociacion. Mirë shumë, Zeni, tash sa është aktive jeta artistike nga aspektit figurativ? Kështu, muj me qujt me periudha, nëse e marrim për shembull, se nuk muj me fol brenda një viti çka po ndodh. Pikërisht. Po, nëse marrim një periudhë më të gjatë, atëherë muj me thonë që një periudhë 2 vjeçare, 3 vjeçare ka prezantime të kopashkoshme të artistëve të ndryshëm, jo vetëm të qytetit, domethënë brenda Gjakovës, po ka edhe prej qyteteve tjera. Kem pas edhe prej Shqipërisë që kanë ardhur kanë përfaqësu. Domethënë si me ekspozita individuale ashtu edhe me ekspozita kolektive. Kështu që për shfrytëzoj rastin pasi që është dita botërore e artit, nashta do të jetë edhe një sensibilizim për gjithë ne, edhe ju si krijues, si artist i skenës, teatrit që të nxisim pak këtë çështje që nashta ka një stagnim në periudha të caktuar, po prapë duhet me luftu për me prezentu, me motivu, me stimulu për më ardhë dete ajo më bukra që... Po dhe galerinë ne kemi shumë të mirë, domethënë, po duket është pak aktive, Zen? Galeria nuk ka kështu ndonjë aktivitet përhershëm me një program të caktuar. Po. Kishte qenë mirë, ndoshta me qenë një program një vjeçar, me një periudhë një vjeçare, ta zonë që ndoshta me 7 ekspozita, 9 ekspozita kishin qenë mjaft, tu përjashtu mujt e verës, do të thonë që është sezon e vdekur për prezentim. Do të thonë me 7 ekspozita, 9 kishin qenë mjaftueshme për me bërë një jetë aktive të fusha artit figurativ. Po, pikërisht. Se Gjakova sa numëron, domethënë ndoshta tu marr pikturë, skulpturë, dizajn, grafiken, tash edhe artet përfshi edhe interieri, eksterieri, një pjesë edhe arkitektura moderne, skulptura sociale, gjitha këto, domethënë ka mjaft krijuesën këtë, kështu që besoj që duhet me qenë më aktive, me pas një kujdestari, ajo kur hapet ekspozita me qenë dikush që kujdeset, ta quaj si një Ciciron ose një menaxher të saj. Artistët e Gjakovës apo bërën
Në qytet apo jashtë qytetit më shumë? Sa i përket pjesëmarrjes në ekspozita apo përhapjes ekspozimit veprave të tyre qoftë në ekspozita personale, individuale, qoftë në kolektive? Shoh që i ndjekin domethënë ekspozitat të organizuara nëpër qytete të tjera. Kryesisht janë pjesëmarrës edhe nëpër koloni që caktohen, që organizohen në qytete të tjera. Për koloni tash thuja që Shqipëria është shumë aktive në këtë fushë, domethënë ka organizime të mjaftueshme. Prishtina ashtu, Gjilani, Vitia, domethënë e kanë bërë një traditë të cilin në Gjakova kena fillu, për domethënë 2000-2001 e kena fillu me këtë te galeria. Po, ka qenë iniciative mirë shumë ka qenë ato. Se po në një kafe, një menajt, një komunitet më ambient shumë i këndshëm, padyshim. Po paralel ekspozimit rastit për me prezantu vlera dhe krijues të ri, na kem bo aktivitete të ndryshme, domethënë edhe në zgjedhjen e talentëve, bashkëpunim nëpërmjet shkollave, edhe kem marrë trajnime, kurse po të mbështeten normalisht për organizatave që kanë funksionuar atëherë si emergjencë. War Child, Sorosi na kanë ndihmuar shumë. Nuk më kujtohet. Po, normalisht është e disa të tjera. Zeni, po më intereson pasi që e ki edhe një përvojë beg i gjatë në art, në bashkëpunim me artistë të rinj, në gjithçka tjetër. Po më intereson ndikon edhe si ndikon arti në jetën e përditshme, duke ditë që shoqënia jonë ka shumë probleme sociale për shembull. A është një diçka e cila na ndihmon në këtë aspekt? Po një përgjithësi kështu, një faj jalo veti që nuk përpjekem aq sa duhet për me bën një ndryshim të plotësimi i kësaj mangësie që tash mangësi të arti nuk më marrë vetëm pikturën. Po. Piquj gjitha, domethënë shka çdo hap jete, domethënë është ajo që nashta duhet me na servu artin. Ambientet ku pijmë kafe, ambientet ku dolim me bëu një xhiro, domethënë mungojnë disa gjëra që besoj që duhet me marrë formë. Na me qenë ma... Po duke ditë që arti ka rol kyç në formimin e shoqënisë, në edukatën e shoqënisë, patjetër që duhet me qenë. Unë mendoj që duhet më konë një lloj ombrelle e cila i grumbullon të gjithë. Spaku një herë në muj, një takim së bashku me artistë, pavarësisht drejtimit artistik, po duhet të jetë një... Po kem përdu pak jem bo egoist shtush. Kena dalë pak për i vetes, edhe për na duket që nuk kem nevojë me taku njerëz, se nështë sa pa ka përparësi kjo rrjetet sociale që pishojmë gjitha muzeet e botës e plot dorës, pishoh gjithë kolegët, shka për prezentojnë, shka për punojnë, po takime s'pe kem. Takime unë kum harru kur kum pi një kafe me një kolegë. Kum harru kolegë ta quj fushës artit figurativ. Edhe jem shumë, po takime kem pak. Edhe nuk kem na si përfaqësisht për shihem në rrjetet sociale, ja shoh punën, ja japin një kompliment, po ma tutje nuk po shkojmë. Domethënë, a prezantimet të rrjetet sociale, për shembull prezantimet, hapësira për me prezantu, me jap diçka të bukur tipi jep, po ma tutje nuk piqojmë. Shka përmendet vetëm me qatë paraqitje dhe mbyllë çdo gjë. Nështë është përparësia për prezantim e mirë, po me bo diçka bashkarisht, me bo diçka të përbashkë nuk ka. Nashta unë kisha me thonë se me një super aktivizim të galerisë së arteve, nashta me një super aktivizim, nashta kjo kish me qenë njëna prej nismave që më mbledh komuniteti i artit figurativ aty bashkë edhe me... Se jam shumë i sigurt që ka jeni shumë njerëz të vlefshëm, edhe besoj që me takimet ndryshme mundi me ardh deri një ide super e mirë për qytetin tonë. Po, që na mungon, realisht na mungon.
Thuja që arti figurativ e ka një mangësi më të madhe se bëhet edhe pak në mënyrë individuale, domethënë. Për një punë e bart në shkrimin vet, si për të mirën, si për të keqen. Për dallim të drama me u taku me kolegë. Edhe keni një hapësirë për shembull, jeni të përkrahur jeni në buxhet, jeni domethënë e keni një statut që domethënë je profesionist. Thirrësh në ato dhe ja kushton asaj. A neve na mungon një hapësirë e tillë, na nuk e kemi një pikë referuese ku mujnë mu taku me bën një plan për një diçka, një show të mirë apo. Neve na mungon ajo, po besoj që duhet me marr formë edhe do të mirret forma, diqysh. Sa i përket duket që ka vonim, po nuk ka ku më shku. Duhet ndodh. Zeni, sa i përket vlerësimit monetar të një pikture. Sa i përket vlerësimit monetar të një pikture, sa shitet, sa blehet. Nga ai që ka qenë para lufte, deri në këtë rrugtimin ku po flasim sot, a ka ndaj dallim edhe pse gjithmonë shifrat janë relative, puna është relative. Do më ditë sopare. Por që a ka filluar, jo vetë sopare, po a ka filluar nga që edhe populli ka bo lek. I kemi bo disa milionera, le të themi. A din këta me vlerësu pikturën edhe me ble artë në shëshin tonë? Fuqia vlerëse është e vogël. Është e vogël. Nuk moj me thonë që për nisna për veti. Shes piktura, do më thonë edhe i falenderoj ata vlerësit që ja din vlerën edhe vlerësojnë blejnë. Besoj që edhe kolegët e mi shesin piktura, do më thonë përsy se bombës me shqit në punime nuk jem qysh me marrë dhe të materiali për punë. Pikës, sigurisht. Kështu që shesin piktura, po aja tash varet me çfarë lloj ngjyre punon, çfarë teknike përdor, sa ka më të kushtuar material pune, formatet të diktojnë, kështu që secili e vendos aty për çmimin sa do të. Çmimi gjithmonë relativ. Mandej çmimin sa i robi për shati banane. Po unë me ramendse. Edi më thonë, po duhet ta blej pikturë, nuk e shes Edi sikur ty. Ky më ka thirrë në mension. Po barrë bim edhe lidh me emocione. Gjithçka është emocionale. Normal. A ka piktura që nuk i shet Zeni? Po. Kam punime që domethënë gjatë luftës duhet që ata kush ka pas punimet mia ju kanë djeg shtëpia. Po. E edhe pështu 1-2. Po. Çfarë këtu bën? Pështu 1-2 edhe ata që kishin mi kanë kthy ato punime, domethënë që kanë pasur koleksion të veten, mi kanë kthy punimet, kështu që ato punime nuk janë. Po ato janë ndjenjë emocionale, po lidhen edhe një erun. Histori të veçanta, po. Kështu që domethënë koçe. Kjo është arsyeja pse nuk kom shih. Zeni, e dim shumë mirë që çdo drejtim, në çdo aspekt jemi të pas sfida me çdo gjë që bëjmë, po më intereson cilat janë sfidat e artit figurativ, sfidat e juaja për shembull si profesionist në këtë drejtim. Me çka po përballesh mas shumë ti? Neve na duhet që ndryshimet, rrymat të cilat është trendi domethënë në gjithë botën që të servohet edhe na pa tek ne pa ndonjë hezitim, domethënë është shikuesi, ta quaj shikuesi tash i moshës së re, nështë na ka ndodhur që kanë ardhur vizitorë në galeri, ka qenë një akt ta zami eksplozum, u dash me hek aktin, puna që mes të prezentojnë para nxënësave, mes ta shohin një punim të tillë. Kur e dim që s'është diçka që duhet me shqetësuar. Se çaron ajo pas ka qenë. Po atash ka dhe prind nështë që se pranojnë ata që fëmijë me çu në galeri, me pa një punim të tillë. Domethënë atëherë na hekim, nuk ka ndonjë problem. Po mundet me qenë i lëndun autori asaj vepre. Edhe domethënë po duhet me bën një ballans që çka po servojmë edhe ose ajo që servohet le të jetë ajo që përgjegjësitë e mëra që e kanë shkruar. Nuk është përgjegjësi e koordinatorit ose një menaxher një galerisë ose një kuratore e diçka. Domethënë përgjegjësia bie te ai që
e ka ekspozu, është selektu për me mu ekspozu, atëherë edhe vizitori duhet me qenë ai që e pranon si vepër të tillë. Këto janë që nështë rrymat e reja të artit pak të publika për ndikon edhe atëherë ka komente që nuk janë të pëlqyeshme, e demoralizon artistin, mund të jetë një artist i ri, domethënë sa ka filluar karrierën, është vlerësu një vepër për mu ekspozu, edhe i merë komentet, i hiqet ose merë komentet që ato e thejnë edhe a i mete që ty stagnon me qatë prezentim. E jo këndshme. Dhe që kjo nështë pak me... Përket mëndësis. Unë e thash ma herët që piktura fol ma shumë se fjallë. A gabova në i sanë shto. E vërtet. Edhe Bukra ka me ndryshu jetën, ka me ndryshu botën. Nështë të veqeja kënë e manë. Fatmirësisht se që ka zhvillu gjithmonë dorën zemë. Fatmirësisht inteligencë artificiale nuk mundët me zavendësu qëtë punë, sepse shpirtin së mundët me zavendësu. Nuk, qashtu, nuk, aja shka bëran prej shpirtit, nuk plëtsohet me... Dzeni e morën vesh që sonde pas ka një ekspozit në galeri, ka një piktore. Kupa, më hupi emri. Edhe mu hupi se veç sa mora vesh. Ekspozit Pika, në 6:30 ishte hapja, organizume prej drejtorisë. Në galeria, Në galeri është organizume prej drejtorisë kulturës. Besoj që ka me pas vizitor, edhe ka më prit mirë. Pak e një si kryuse, do me thonë, nuk kum pas rast me pa verbat e zërë. Reje, po? Me siguri nuk e ka pasion, nuk e di që është Okej. Po, besoj që mirë, edhe pëlqeva si iniciativë që le të ndodhë diçka, le të ndodhë pikërisht. Aktivitetet tjera për ditën e sodit që shënohet nuk s'mndoket që pat. Nuk jam e ndihni për diçka që ka më ndodhë sot gjatë ditës. Unë e di që aty ka shkolla, të më thonë, ne si shkolla kena marrë një iniciativë për ditën botërore të artit. Është japë si detyrë një formë konkursi për 70 vjetorin e fesë shkollës, po kemi japë si detyrë, do më thonë, dje, e kemi inicu për i djeshmit, e kemi japë si detyrë që le të bëhet një plakat me simbolikën e 70 vjetorit fesë shkollës. Njëkohësisht edhe nesër është një prezentimi i një programi artistik, do më thonë kori i shkollës me disa aktivitete tjera. Kjo ka qenë një simbolike pjesëmarrja në Nxansa, dhe është fol pak edhe të mësimdhënësit për me njoftu Nxansa që do më thonë është edhe kjo ditë. Mirë, Xhen, po më intereson a vren ndonjë talent të nxënësat e ciklit ul për shembull, a shihet? Edhe desha me pyet a ka interes për të vazhduar profesionalisht pastaj. Ai s'mund të minal talentin e vet. Nuk mund të minal, ata që janë super talentuar. Ka talenta, po disa prej tyre marrin vendim për me ja kushtuar krejt jetën kësaj pune. Me shku me vazhdu, me studiu dhe madje me ushtru këtë detyrë deri në fund. Na për shembull e majnë mend si brez, kena qenja 4-5 veta. A ka tash? Se s'është i di do qika të reja, po çdo ditë më pak po mduket. Ka prej atyre që i shenë në moshën, ndoshta në hapat e parë, e sheh që e ka ndjenjen e vijës, e ka ndjenjen e ngjyrës, imagjinatën. Gjitha ato shka i duhen një krijuesi, një talenti, po ata gjatë shkollimit e mesin veç me qatar, do më thonë që nështë ta dallon pak prej atyne ati rrethi që rrethohet për shokëve dhe shoqëve të vet. Nuk përndihen ndonjë bum për atyne, nuk për ka ku më shku. Jo pse mungon dëshira për me punu me ta, jo pse mungon diçka tjetër, nështë ajo materialja që ky si ka kushtet dhe s'ka ku më shku, jo pse mungon ajo, po është krejt të çështja që të na shkollat për funksionojnë, për veprojnë me dy ndrime. Edhe ata të cilët do me nalti për me bo një orë shtesë
të fushat të cilin e ka një Që talent. mendon që ka talent, po. Nuk e ki një Nuk i hapësirë që hapësirë. nuk i hapësirë ku mund është merë. Kanë me është veç një shkollë dy të cilat janë me një punojnë me një orar dhe pjesën tjetër ka lirë ku mundet me nejt profesorë e artit me vazhdu punën me ta. Do të pas edhe atelje, se cila shkollë dorë në zemër do të pas ateljen e vet. Po vjen grupi tjetër, vjen ndrimi tjetër, por nuk mundet me. E kuptoj. Nxenim, më duket në Pej hala funksionon shkolla fillore e artit, apo? Po. Është të punu shumë mirë. Fillim edhe është drejtor shkolla është një shoku imi Bujar Kilmendi. Ka bo disa ndryshime do gjana që është për latmi. Duke ditë faktin zënë se Edhe Frejzari ka një shkollë shumë. edhe Frejzari, po. I kom disa shoqë aty të cilët domethënë Shkollë mesme apo fillore? shkollë fillore. Fillore. Cilët domethënë me përkushtim i shoh punë që ata veç domethënë prej aty automatikisht përdrajtohen të fakulteti i arteve edhe janë suksesshëm. Po, Xeni, e dim faktin që edhe Universiteti i Arteve e Dega e Pikturës është themelu prej profesorëve të ndjerë, të nderuar nga shteti juan, nga shteti i Gjakovës. E dim që është themelu si deg. Po a nuk kimujmë tash na me shku drejt havave të në që s'pakum i themelu një shkollë fillore në shtetin tonë, të artit figurativ. Janë marrë disa iniciativa, zërë nuk ka pse me qenë, kur kuadrat janë, domethënë aseti kryesor ekziston, po duhet nështë me bo një organizim ma të mirë nëpërmes bashkëpunim me shkollën e muzikës. Ata profesorët cilët e japin një land për shembull për bashkët, me japë edhe të arti figurativ. Landa profesionale ta zonë piktura, skulptura, grafika ose historia e artit apo diçka tjetër, domethënë le të jenë pjesë tjetër. Po pra. Bashkëpunim me shkollën e muzikës, besoj që mundet mu arrit një gjë të tillë. Hapësirat nuk e di sa mujnë me. Do të ishte shumë e mirë për vendin tonë. Moshtu pak. Po na moshtu në gjithë. Po duhet me kqyr që në 37 km distancë, Gjakov Pej, na nuk kem pse mi konkuru shkollës artit Pejës. Po. Domethënë që duhet me pas shkollën e mesme. Në le ta kem shkollën fillore. Fillore, pra. Shkollë mesme e ki Pejën, se nuk jem na qaq shumë banor, nuk jem qaq shteti. Edhe kur dëgjon informata ndryshme në Gjakov, në Pej, ajo të ndihmon edhe për domethënë shkolla fillore le të jetë këtu, vazhdon shkolla mesme, atëherë studimet. Kjo është. Po besoj Xen që edhe ti kur ke qenë, besoj kur e ki vrejt, me siguri shumë i ri, shumë i vogël, e ki vrejt talentin tonë në këtë aspekt. Nështë unë shumë ditë mi vrejt vetë. Apo? Po, e kam vrejt tjerë. Unë e kështu, në atë periudhën sa si fëmi, kom qenë me banim afër familjes Njura, Morteza Njurës. Po. Në atë familje ku Kështërjat Njura është njëri prej atyre që më ka majtë afër, edhe nështë mund me thonë gjithë ato shka kom, domethënë sukseset, kanë fillu prej ati, tu marrë informata, tu pa teknika, biseda, Frymëzim, domethënë pas frymëzim. Prej Kështërjat Njurës, domethënë si kujshi, edhe mandej kum pas fatin që t'jem afër me profesor që i përmene tu fillu prej Myslim Mulliqit si themeluesi i fakultetit artit. Ai ka qenë profesor pikture, të ndjerit, tash gjithë të ndjerit, domethënë Masar Caka, Ibrahim Ponesheci, Halil Muhaxhiri, Tahir Emra, gjitha emra. Këta emra që u përmendën domethënë janë niveli më i lartë. Kanë prej tyre për fat mirë domethënë është profesori Esat Valla, cili domethënë është një jetë edhe i uroj të ketë jetë gjatë. I urojm profesorit. Profesorin Bedri Emra, me të cilin prap kem takime, biseda. Po aja frym, domethënë aja klim që ka qenë asaj kohe, prej këtyre
profesorëve që e përmendave ka qenë galeria po të njëjtën hapësirë që është sot. Po. Aty domethënë me periudha të caktuara na kena marrë material, na kanë siguruar material për punë. Edhe pse unë s'kam qenë atëherë student, kam qenë nxënës i shkollës mesme, na kanë siguruar material për punë. Fabrika modeli na ka pru kornizat, kurse fabrika e Minderaku na ka japë hura. Edhe çfarë kombinimi. Shoqata na ka ndihmuar me ngjyrna dhe me brusha, kështu që neve na kanë gjerë vetëm me bua punë, edhe me u përgjegjë ekspozitës që kanë thirrë ata. Nga mi të tjera kam dëgjuar që këta jepshin edhe bursa, ka pasur bursa për i... Po, atëherë po, për gjithë studentët dhe qytetit kanë japur edhe bursa kredita. Perfekt. Po, unë përflas domethënë në funksioni kur është të thësh atëherë për këtyre profesorëve, po na kanë stimuluar edhe me material pune. Zeno pada edhe një pyetje, me dalë nështë ta pak për i teme, e dim që nga gjithë komuniteti artistik në Kosovë, deri vonë pikrisht artistët vizual kanë qenë ata që kanë dalë më shumë të jashtë shtetit, qoftë për të ekspozu vepra, apo qoftë për të marrë pjesë për rezidenca të ndryshme artistike në Evropë. Se sa i përket arteve kolektive, këte nga ne ka qenë gjithmonë shumë problem shkaku i vizave, me apliku si grup, si... E tash me liberalizimin e vizave, a ka pas në ndikim të madh, në zhvillim të madh, është bo ma lehtë me ekspozu diku? Tash për flas një problematik që e kem shtruar dhe ka asociacioni, nëpërmes asociacionit, lëvizja është e lirë e vërtet, nuk e kem procedurat për e vizave aplikimi, po procedura që transporti është gjithmonë kjo, domethënë hierarkia ta quaj, hierarkia që dalja e punimeve e shtetit, marrja asaj, bën e këto. Po është pak se ka dhe lidhje specifik, duhet shpalosja pikturave, duhet mu bart pa rama. Jena tu bëni përpjekje nëpërmes asociacionit që antarët e asociacionit me pas një lehtësim të këto, domethënë transporti i punimeve e shtetit edhe kthimi pas. Një lehtësim vizita, domethënë participimi për pjesëmarrje në për galeri të ndryshme ose vizita në për muze të ndryshëm, po se ti po shkon, po nuk po mundesh me hyrë brenda. Po. Ose ti për merë që unë tash jam ka di krejt shaka Louvre, e di shaka ai muzeu në New York, e di shaka ai muzeu se Pekin Plum Dorës, e di edhe po rrjetet sociale se je informuar për çdo gjë. Emocioni është më ndjenja që e prek edhe je përballë një diçkaje, është krejt një diçka tjetër. Nuk zaventohet. Nuk zaventohet. Shqyqyra dhe ne si popullat, më në fund që përna jepet mundësia me dalë me pa galeri, me pa muze, e me pa madje edhe shfaqje teatrale. Është përparësi e madhe, kjo liberalizimi nga ka japë mundësinë e lëvizjes, ata të cilët e kanë vullnetin qëndrojnë mirë, bojnë përpjekje, punojnë një vit, për me bo një qëllim, me mrit një qëllim, me bo një vizit me një shtet ose me një muze, me një shfaqje teatrale. Besoj që ato mrejnë, vetëm ato përpjekje dhe synime që... Xeni, po më intereson këto artët urbane, të rrugës, muralet, të cilat na përkujtojnë gjëra. Ne se kom lodhë Xenin me këto pyetje, apo si fëmijë. Bash po më intereson na përbojmë. Na mungojnë artët muralet për shembull, që na përkujtojnë gjëra ndryshme si luftën për shembull. Nuk përbojmë gjëra të qëndrueshme. S'përbojmë gjëra të qëndrueshme. Po marr çdo vepra artistike, morale, të cilat me iniciativa shumë të mira, unë i përkroj, i mbështes, edhe jam prej atyne që i pëlqej, po duhen me qenë më të qëndrueshme, me një kriter pak më se ta shkurtom me cenzuru për mirët. Po për mirët si cenzurojmë si diçka komuniste, po jo, me cenzuru të vlera. Me cenzuru të vlera. Janë për shembull disa figura që nështë nuk i përshtaten ambientit, nuk korrespondojnë me hapësirën për vet. Përderisa është në hapësirë publike, duhet të ketë kriter. Duhet me pas një kriter. Shoh disa gjëra rreth lumit që aty janë bo,
nuk i përgjigjen ambientit. Nuk korrespondojnë me Nuk korrespondojnë me hapësirën për kështu. Pikërisht. Domethënë që aty duhet me pas kujdes që me qenë gjëra qëndrueshme se një skulpturë nuk bëhet vetëm për një periudhë të caktuar. Skulptura ka me qenë e qëndrueshme si ndaj shiut, si ndaj borës, si ndaj gjeneratave, domethënë ajo duhet me qenë e qëndrueshme për gjitha ato që e kanë na kam në lëvizje gjatë zhvillimit jetës. Pikërisht. Xeni, na të falenderojmë shumë që keme neve. Edhe unë ju. Ishte një bisedë e këndshme dhe të falenderojmë shumë që kemi shumë që na na fol, solle pak frymëzim, pakës ngjyrë. Se dia u thanë gjitha çka duhen më thonë. Po, kem shumë më thonë. Nëse t'ka ngel nai Kemi shumë me thonë, kemi Nai shumë me peng, thonë dhe Xeni. nuk na del dita. Mirë që mes dy kryuzve kushës tjetër. Na të përlamër të cilë qa me verë. Të ndina komod nuk e... Po prap se prap na e respektojmë komplet punën e juaj, e respektojmë punën e çdo artistit. Punën e çdo krijuesi. Edhe me dëshirën më të madhe kisha me pas dëshirë me pa edhe murale, shumë më shumë vendin tonë që na zbukurojnë hapësirat edhe që na përkujtojnë ngjarje historike. Për shembull, kemi shumë lagje këtu të cilat janë të emërtume me emrat të njerëzve që kanë kontribuar shumë, po pse mos ta kenë edhe nga një mural, për shembull, të personazheve, nga një përkujtim, nga një historia se rrugë, nga një historia e vendit tonë. Ka shumë për më bëu, Xeni, po që po besoj me komunikimin me takime më të shpeshta, me komunikime më shpeshta, po besoj që ka me ndodh kjo. Shpresoj edhe unë, edhe jam i bindur që do të merr formë kjo punë. Edhe ajo përveç muraleve, tash është trendi kjo, domethënë skulptura sociale, Instalacione, skulptura sociale, hapësirat për çdo rëshqitje me Pikërisht. me shkarte me më hupin, fal. Duhet me pas hapësira më tepër kur një pop art secili si fëmija jam, si ju, si tjetër, si gjenerata tjetër që me pa në përmes. Domethënë, një pop art duhet me qenë në çdo hap jetë. Apo siç ka thonë Pablo Picasso, arti e shpërlan pluhurin nga jeta e përditshme prej shpirtit. Xeni, faleminderit shumë që erdhe.